Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar listën e pagave indikative për sektorin e turizmit, teksa i bëri thirrje tatim paguesve të deklarojnë saktësisht pagët e punonjësve për të shmangur kontrollet e thelluara. Në listën e publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, jepen pagat indikative për profesione si kamarier, menaxher, roje, pastrues, kuzhinier, picier, punëtor pastrimi dhe të tjerë. Pagat e referencës fillojnë nga 55.000 lekë për orën e parkimit dhe punëtorët e pastrimit të plazhit. Për pozicionet e kamarierve, pagat variojnë nga 70.000 deri në 80.000 lekë, ndërsa arrin në 130.000 deri në 140.000 lekë për kryekuzhinierët, shefat e pasqyrëve dhe pozicionet të tjera të larta në nxjerrjen e shërbimit. Sipas Drejtorisë së Tatimeve, bizneset që deklarojnë pagën e punonjësve në sektorin e turizmit në nivelin e pagës indikative do të konsiderohen me risk dhe do të jenë objekt i verifikimeve të thelluara. Ky hap është marrë për të shmangur informalitetin e pagave në këtë sektor. Formalizimi i sektorit të turizmit, si dhe rritja e numrit të punonjësve të deklaruar me paga dhe pozicionet të punës reale, janë objektivat e administratës tatimore.